Oda e mjekëve e Maqedonisë së Veriut informon se 78% e mjekëve kanë raportuar se kanë qenë të ekspozuar ndaj ndonjë lloj dhune në vendin e punës. Sipas një ankete të realizuar me punonjësit shëndetësor, rezulton se 80% janë ekspozuar ndaj dhunës verbale, ndërsa 6.8% kanë përjetuar dhunë fizike. Ndërkaq, siç thon nga Oda e mjekëve, pothuajse 70% e sulmeve nuk raportohen fare. Mjeku Bekim Ismaili, i cili është njëkohësisht kryetari i Odës së mjekëve, deklaron se vazhdimisht janë në bisedime me shoqatat e ndryshme të pacientëve për të krijuar një partneritet dhe mirëkuptim të ndërsjellët mes pacientëve dhe punonjësve shëndetësor, që të dyja palët të ndihen të sigurta gjatë marrjes së shërbimeve apo në vendet e punës. Dhe ne si Oda e mjekëve në bashkëpunim me shoqatat e ndryshme të pacientëve të cilët veprojnë në vendin ton, mundohemi që të krijojmë kultivojmë një partneritet dhe një mirëkuptim të ndërsjellët në mes punëtorëve shëndetësor, po ashtu edhe mjekëve, që të rritet një vetdije për një raport sa më të mirë të ndërsjellët të kemi me pacientët tanë, pasi edhe ne vetë si punëtorë shëndetësor edhe ne jemi pacient potencial, dërgojmë prindët tonë, dërgojmë fëmijët tonë apo të afërmit tonë në një institucion shëndetësor, ne jemi të themi në njëjtin relacion dhe në vazhdimsi në kontakte që i kemi me shoqatat e ndryshme të pacientëve, mundohemi që të krijojmë raporte të mira, të ndërsjellta. Ne jemi të mendimit se secili pacient meriton të ketë një kujdes maksimal dhe sa më të mirë shëndetësor, po në të njëjtën kohë kërkojmë dhe mundohemi që edhe çdo punonjës shëndetësor të punojë në një ambient të sigur dhe të relaksuar gjatë kryerjes së punës së tij. Sipas Ismailit, kampanjat e vazhdueshme nga Oda e mjekëve dhe shoqatat e pacientëve për partneritet të mirëfillt kanë bërë që viteve të fundit të ketë përmirësim të dukshëm në raportin kundrejt punonjësve shëndetësor. Sigurisht me apele që i bëjmë ne, me kontakte që i kemi me shoqatat e ndryshme të pacientëve, shohim se ka ende gjenden raste të tilla të dhunës të ndërsjellët të themi, dhe të dhunës ndaj punëtorëve shëndetësor, mirë po besojmë se kjo dhe shohim se kjo vetdija është arritur në një nivel më të lartë dhe me mirëkuptim, do të thotë me bashkëbisedim, ne mund të zgjedhim krejt mosmarrëveshjet që i kemi ndërmjet punonjësve shëndetësor dhe pacientëve tanë. Ka dhe do të ketë mosmarrëveshje, duke ditur se mjekësia është edhe shumë e ndjeshme si lëmi, pasi që pacientët vinë tek ne për gjën më të shtrenjtë për shëndetin e tyre. Ne mundohemi çdo herë të jemi t'i kuptojmë dhe t'i mirë kuptojmë pacientët, por njëkohësisht kërkojmë që edhe ata neve të na kuptojnë dhe të na mirë kuptojnë në situata të ndryshme kur gjendemi gjatë punës tonë 24 orë që e bëjmë ne si punëtor shëndetësor. Në vitin 2024, në Odën e mjekëve janë raportuar vetëm 4 sulme. Në një rast mjeku është sulmuar fizikisht, në 2 raste ka qenë sulm verbal me kërcënim për përdorim të forcës dhe në një rast mjeku është ekspozuar ndaj ofendimeve në rrjetet sociale. Në të gjitha rastet, sulmet janë kryer nga pacientët ose nga antarët e familjes së ngushtë. Përndryshe, data e sotme, 12 mars, shënon edhe ditën evropiane për ndërgjegjësimin për dhunën ndaj mjekëve dhe punonjësve shëndetësor.